Dokumenti rall nga viti 1985. Apeli i mërgatës shqiptare në SHB për lirimin e mësueses Aisha Gjombalaj. Në arkivat e mërgatës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ruhet një dokument me vlerë të jashtëzakonshme historike dhe morale. Një broshur apel ndërkombëtar e publikuar në New York, shkurt 1985, në kulmin e represionit të Jugosllavisë komuniste ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe viseve shqiptare nën administrimin e saj. Dokumenti publikohet sot për herë të parë për lexuesit si dëshmi autentike e rezistencës politike të diasporës shqiptare, në një kohë kur zëri i shqiptarëve brenda Jugosllavisë ishte i mbytur nga aparati shtetëror represiv. Kush e hartoi dhe publikoi dokumentin? Broshura u hartua dhe u shpërnda nga organizata e mërgatës shqiptare në SHB. The Albanian Kosovar Youth in the Free World. Rinia kosovare shqiptare në botën e lirë. Kjo organizat përfaqësonte brezin e ri të shqiptarëve të mërguar, të cilët në vitet 80 u shndëruan në një faktor të rëndësishëm politik dhe informues në perëndim, veçanërisht në SHB. Dokumenti nuk ishte botim i ndonjë institucioni shtetëror amerikan, por një material sensibilizues i drejtuar kongresmenëve dhe senatorëve amerikan, organizatave për të drejtat e njeriut, mediave dhe qarqeve politike, me synim ushtrimin e presionit ndërkombëtar ndaj autoriteteve jugoslave. Konteksti historik i hartimit. Broshura u përgatit në vitin 1985, në një periudhë të errët për shqiptarët nën Jugosllavinë komuniste. Kosova ishte ende në masa të rënda represive, pas demonstratave studentore të vitit 1981. Arrestimet politike, dënimet e rënda dhe ndjekjet ideologjike ishin të përditshme. Çdo zë kritik brenda vendit shtypej me forcë. Në këtë realitet, mërgata shqiptare në SHB u bëzëri ndërgjegje shqiptare në arenën ndërkombëtare, duke marrë përsipër një rol që brenda vendit ishte i pamundur. Qëllimi i publikimit. Qëllimi kryesor i broshurës ishte i qartë dhe urgjent. Informimi i opinionit publik amerikan dhe ndërkombëtar. Denoncimi i shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut. Mobilizimi i diasporës shqiptare për veprim politik të menjëhershëm. Në fund të dokumentit, autorët u bëjnë thirrje bashkëdhetarëve që të kontaktojnë përfaqësuesit e tyre politik në SHB, duke e cilësuar ndërhyrjen si emergjente dhe jetike. Rasti i mësueses Aisha Gjombalaj. Në qendër të broshurës qëndron rasti i mësueses shqiptare. Aisha Gjombalaj, e lindur në vitin 1948 në Vuthaj të Plavës e Gucis. Dokumenti e përshkruan atë si përfaqësuese të denjit të brezit të ri të arsimtarëve shqiptar, të përkushtuar ndaj arsimit në gjuhën shqipe, të ndëshkuar politikisht për bindjet dhe veprimtarinë e saj. Broshura pasqyron në detaje rrugëtimin e saj arsimor dhe profesional, për ndjekjen politike pas një vizite në Shqipëri, dënimin e ekstrem prej 13 vitesh burg nga gjykatat jugoslave. Theksohet se ky ishte dënimi më i rënd i dhënë ndonjëherë ndaj një gruaje shqiptare në Jugosllavinë e pasluftës, duke kthyer Aisha Gjombalaj në simbol të represionit shtetëror ndaj grave shqiptare. Vlera e dokumentit sot. Sot, kjo broshur përbën një dëshmi autentike të rolit të mërgatës shqiptare në SHB, një dokument të gjallë të rezistencës politike dhe morale, një kujtesë historike se liria dhe të drejtat nuk erdhën rastësisht. Publikimi i këtij dokumenti sot nuk është vetëm akt informimi, është akt respekti dhe mirënjohje ndaj atyre që, në kushte jashtëzakonisht të vështira, zgjodhen të mos heshtin përballë padrejtësisë, sepse historia e lirisë shqiptare nuk është vetëm histori e brendshme, është edhe histori e mërgatës që foli, kur brenda vendit fjala ishte ndaluar.